Dy vëllezër, pronar të dy kompanive për furnizim me naftë janë akuzuar nga një kompani tjetër për koordinim të ofertave, ashtu që njëri prej tyre ta fitoi tenderin mbi 2 milion eurosh të Agjencisë Qendrore të Prokurimit për furnizim me derivate të institucioneve lokale në rajonin e Prishtinës. Në llotin e 5 të aktivitetit të prokurimit ofertuan 4 kompani. Ofertën më të lirë prej 2.155.000 euro e bëri DHF kompani me pronar Hysen Jusaj. E Petrol kompani, pronari së cilës është vëllai i Hysen Jusajt Shkëlzeni, ofertoi me 2.198.000 euro. Grupi operatorëve ekonomik Patroni dhe Integral që në tender e ofruan çmimin më të shtrenjtë, u ankuan në organin shqyrtues të prokurimit se dy vëllezërit e kurdisën tenderin. Në ankesë thuhet që me qëllim të përfitimit të 42.000 eurove më shumë, vëllai që ofertoi më lirë u larguan nga procedura, ashtu që kontrata t'i jepej atij me ofertë më të shtrenjtë. Më 6 maj, autoriteti kontraktues AQP i dërgoi kërkesë për sqarim me shtesë DHF-s, por ajo nuk u përgjigj. Disa ditë pas asaj i ofroi kohë shtesë për këtë, por se prap nuk u përgjigj. Oferta e DHF-s u vlerësua e papërgjegjshme dhe kontrata ju dha Petrol kompanisë. Koha i dërgoi pyetje kompanive në pronësi të vëllezërve, por përgjigje mori veç nga ajo që u eliminua. Në DHF i konfirmuan lidhjet familjare, por thanë se kompanitë për herë kanë qenë konkurrente në tender dhe në tregun me pakicë. E në arsyetimin se përse nuk ju përgjigjen autoritetit kontraktues, thanë se kërkesën për sqarim me shtesë e panë me vonesë. Nuk kemi mbërrit të kthejmë sqarim me shtesë, sepse me vonesë kemi parë kërkesën dhe ishin pas afatit të parapar. Qëllimi ka qenë që ta fitojmë tenderin, sikurse e kemi fituar edhe më parë, përkundër që kanë marrë pjesë pothuajse të gjitha kompanitë që ishin edhe tani. Nëse ju duhen dëshmi, ju dërgojmë. Me që teme keni Petrol kompani, ne e kemi fituar në të kaluarën këtë tender dhe të tjerë në garë me ta. Diana Metushi Krasniqi, hulumtuese në KDI, thotë se është një zinxhiri institucioneve përgjegjëse për monitorimin, identifikimin dhe trajtimin e rasteve të dyshimta për kurdisje tenderësh, por i kritikoi ato për mungesë bashkëpunimi. Në asnjë moment nuk e ndalon, domethënë asnjë dispozit ligjore, as KRPP-n, as OSHP-n, as autoritetin kontraktues me ju ças Agjencisë për Mbrojtjen e Konkurrencës, institucioni përgjegjës për këtë çështje, me marrë një interpretim dhe në bazë të interpretimit të Agjencisë për Mbrojtjen e Konkurrencës të vendoset në listën e sanksionimeve siç i vendos OSHP-ja me një periudhë të caktuar, e cila do të ishte e mjaftueshme që rasti të procedohet nga prokuroria apo respektivisht nga një kallëzim penal për shkelje ligjore. Në OSHP u pyetën nga koha se si veprohet kur identifikohen raste të dyshimta për kurdisje tenderësh, por thanë se përgjegjësinë për mbikëqyrje e ka Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. Në komision thanë se për raste të tilla kompetent është Autoriteti i Konkurrencës. E në Autoritetin e Konkurrencës bën të ditur se kanë bashkëpunim me të dy institucionet, por se deri më tani nuk kanë iniciuar në organet e drejtësisë rast rreth kurdisjes së tenderëve. E për kontrata të tjera të kundërligjshme thanë se janë drejtuar Policisë së Krimeve Ekonomike. Në tenderin e AQP-s krahas llotit të 5 për furnizimin me derivate të rajonit të Prishtinës, Petrol kompani i fitoi edhe 3 llote të tjera, atë për rajonin Pejgjakov, për Mitrovic dhe për furnizimin e institucioneve të nivelit qendror. Të gjitha këto në vlerë prej 6.871.000 eurosh.